Po për ikjen e trive ka mendim se kushtet e bojnë të veten. Kanë pas premtime të mëdha. Premtime kanë pas mëdha, sidomos kanë pas premtime pej liderit, pej kryeministrit që kena me bo punësim, kena me bo shumë sene për rini, për sidomos bilëm kujtohet një rast kur e përmen kena me bo ndërtesa për shifta të rije, për martesa, për sene, për mi u bo strehemi, për mi u bo banesa të nuk janë kërkun, po është puna që sigur t'i shinqel syt ta pak ma tepër me punu, me zjedh venet punës rinia nuk i shec, po duhet me për një jetë më të mirë duhet me dalë dika. Vallaj, me të thotë vërtetën ata që po dalin në rinia, sidomos rinia, veç nuk thejshin musafir, edhe si turist. Në pushime, marrë me po pushime se besaj menja s'ma merë. Bëhet gjithë shka në qovë se regulohet, bëhet mirë, këtë halo ma mirë që e kanë menuat edhe që ju kanë tho liderët të tonë. Nuk po hamë veç Albin Kurti, po të janë njës bejt parit të të mëramin, në qovë se bëhet qaja punë, pak në gjallët jeta këtë, po nështë ta këthejen. Kërkesa e tij ishte se edhe pse janë kushtet e rënda në Kosovë, të mos e lëshojnë vendlindjen, por të punojnë për të. Për të ndodhur kjo gjë, ai thotë se duhet i ofrohen të gjitha kushtet të rinjve për punësim, shkollim dhe të kenë perspektiva më të mëdha. Është edhe që kjo ku është shumë e shtirë. Është edhe problem nështë për me jabon një thirrje të sinqertë dikujna që me thonë mos e lësha venin, mos ik, se kur të thejesh këshirë unë në gjë shumë të ri, pe i fshatit tem s'pari që dhe, edhe shkojnë punojnë në për Prishtinë, vështërëja nëna kanë shumë privat që punojnë, po edhe në institucione publike, tash e kanë një pagë 250 euro, 300 euro. Qka? Qysh mund është me apelu të atëri që merë një pagë 300 euro me mos e lësha Kosovën. Është turp, është edhe gjena. Nuk po di s'kam koment. Veç që dëshira jonë edhe dëshira e të parëve tonë, e dëshmorëve tonë, e ushtrisë ligjimtare të Kosovës ka qenë që mos me lëshu këtë tokë, me majtë, me qëndru, jo vene të reja rinis, edhe me jetë për para, e jo gjithaj gjak që dherë, gjithaj mund që bo, tash rinia e gatshme, më që tash me lëshu Kosovën me dalë, nuk po shë arsye, po se di. Rahimi shpreson se një ditë populli do të lodhet dhe do të vedisohet, duke u kërkuar liderëve që ose ta udhëheqin shtetin siç duhet, ose të largohen. Dhe shpresojmë edhe kemi një bindje që një ditë popullata do të lodhet, edhe do të vedisohet. Po kur vjen, nuk shka larg. Do t'ju thep gjithë liderëve, kur do të shoftë ai që është. O udhëheqë që duhet, o ti e këse si kumna.